Mishe Thua me Nedin dhe Joridën. Mirë se erdhi në podcastin Mishe Thua, vendin ku flasim për familjen edhe jetën së bashku. Unë jam Nedi. Dhe unë jam Jorida. Dhe herën e kaluar kemi folur për sfida duke gjetur balansin midis punës, përgjegjësive edhe familjes. Edhe ne e dim që është goxha sfiduese. Edhe për neve është sfiduese. Por ne e dim që jeta është bërë shumë e sën, por këto herë duam të fokusojmë çik më shumë për si mund të rregullojmë këto gjëra. Dhe problemi nuk është që jemi shumë të zënë me punë, edhe që jemi shumë të lodhur, por sot duam të marrim disa momente të ndalojmë së bashku, edhe të mendojmë për vlerat themelore që ne kemi, edhe për që na sjell neve tek prioritetet tona, edhe tek kufit që mund të vendosim në jetë, që të mbajmë këtë balans për martesën, familjen, punën edhe gjithë përgjegjësitë që ne kemi. Si do të përdorim kohën, si do të përdorim energjinë, edhe si do të çfarë ndryshimesh duhet të bëjmë në jetën tonë, çfarë hapa praktike mund të bëjmë që të gjejmë këtë balans. Po, por ndoshta si fillim fare dy të flasim çik për çfarë thot Bibla për këtë gjë. Në fakt Bibla na ka treguar që duhet të kemi një balans, edhe balansa është që Zoti gjithmonë të ketë prioritetin e parë. Pastaj martesa familjes, pastaj puna dhe përgjegjësive. Por ndoshta kjo duket çik e çuditshme, sepse ti do shkosh në punë, apo jo? Po, unë kam 10 orë punë për të bërë. A është prioritet puna apo familja? Unë në fakt është mirë të mendojmë edhe çik për këto gjë, sepse nuk jemi duke thënë që nuk do të punosh, por ne jemi duke thënë që prioritetin ose identiteti jon, ku e kemi identitetin ton? Unë duhet të kemi identitetin në marrëdhënien time me Perëndin, edhe që jam nusja e Nedit, jam mamaja e fëmijëve, edhe pastaj jam edhe punëtore në fabrikën e këpucëve ose ku të jem, nuk e di. Po. Nuk është thjesht të masim minuta ose ora, edhe të themi që nëse Zoti është i pari, ai duhet të marrë më shumë minuta, më shumë ora, ose është çështje e zemrës. Po flasim. Çfarë është më e rëndësishme për mua, çfarë është prioriteti im, çfarë është rendi i duhur në zemrën time, që është Perëndia, familja, dhe pastaj gjërat e tjera, si punë edhe miqësi edhe kështu. Po. Dhe nëse humbasim këtë balans, atëherë gjithçka vuan. Po, është shumë e vërtet. Edhe ne sot duam të flasim çik për çfarë janë disa hapa praktike, çfarë janë gjërat që ne mund të bëjmë për të bajmë ato balancën. Në fakt ne si qift shumë herë përpiqemi, nuk jemi të përsosur. Por ne përpiqemi që në fund, në fillim të javës, jemi duke folur, jemi duke parë kalendarin, jemi duke folur çfarë janë ato gjërat që do të dodë, si duket ditët e këtë javë, edhe marrim i vesh me njëri tjetrin edhe shikojmë kur ndoshta unë kam një ditë që është tepër e garkuar, Nedi ofron të bëj disa gjëra që unë zakonisht bëj, edhe kjo është shumë bekim që jemi mbështetje për njëri tjetrin. Përpiqemi, prap. Kemi një bashkëpunim ndonjëherë. Po, dhe duhet një kontroll javor. Po. Të flasim, të koordinohemi së bashku për atë që po vjen. Edhe ka të papritura, por së paku të jemi gati, edhe të jemi me një mendje që kështu do të jetë java. Po, që duam të ju inkurajojmë të mendoni, gjeni çik kohë në fillim të javës, sepse kjo mund të shmang shumë keq kuptime, shumë mërsitje, sepse po, e dini çfarë mund të prisni për javën që është në vijim. Po. Një gjë tjetër që është praktike që mund të bësh, është të mbrosh ato momente kyçe. Janë ca momente në javë ose në jetë që nuk duam të humbasim. Nuk duam të humbasim sepse atje formojmë një lidhje më të ngushtë, atje tregojmë dashuri fëmijëve. Atje është një moment i çmuar. Për shembull, neve
si familje kemi pasur një tradit, kemi krijuar një kulturë që do mundohemi gjithmonë të ham darkën së bashku. Po. Do shtë do njerë kemi lëvisur darkën, për të brojtur darkën, sepse ne me vërtet e kemi kuptuar që edhe për fëmijët tanë, kjo ishte një kohë shumë e rëndësishme, që ishim bashkë si familje, ishim duke folur për çfarë kishte ndodhur gjatë javës ose gjatë ditën, edhe tani që jemi edhe vetëm ne të dy, mund të themi s'ka gjë, nuk ka rëndësi. Jo, ka po ma shumë rëndësi, edhe ne kemi vendosur që tek tavolina e darkës nuk është telefoni. Telefoni nuk është pjesë e darkës tonë. Vërtet, kështu është një kohë, mund të jetë darka, mund të jetë një vakt tjetër, por një kohë kur jemi rreth tavolinës së bashku, duke ndarë edhe ushimin, por edhe jetën me njëri tjetrin. Është një moment kyç që duhet të mbrojmë. Një moment tjetër mund të jetë një bisedë 10 minutash në mbrëmje. Çfarë ka ndodhur sot? Si kemi kaluar? Çfarë duhet të dim për të nesërmen? Po, është ajo connection, që të dim që nesër do shta e kam mëngjesin qik me gadal, por gjithë ditën jam e sënë me takime. Do shta gjithë ditën ka qenë shumë e zënë edhe me vrap, por gjema të kohë, edhe 10 minuta mjafton që të lidhemi me njëri tjetrin, të mbajmë atë lidhje të gjallë. Po, realitetin është që ne të gjithë kemi 24 orë. Nuk jam e sigur që nëse kishim 36 orë, do ishim pak me të lirë, do kishim me shumë kohë, sepse do kishim mbushur edhe ato oraret tepër prap me aktivitete. Po një tjetër ide që edhe na sjell shumë nostalgji, është ajo shëtitje e mbrëmjes. Ose shëtitje ditor, por tani mund të jetë javor. Më para të gjithë dilnin në dark për një shëtitje si familje. Edhe visheshin bukur, e vërtet, por ishte një kohë që të gjithë e vlerësonin që ne do të dalim së bashku si familje. Mund të jetë diçka, një traditë që filloni si çift ose si familje, her pas her, rregullisht të dalim për shëtitje. Mund të jetë në lagje, mund të jetë në bulevard, mund të jetë liçeni, por ku gjeni një vend që mund të dini bashk. E dëgjoja e bukur është falas. Patjetër bëhet e shtrenjtë nëse do të losh tohe për një akullore apo jo. Por dilni, sepse edhe është mirë. Donjëherë bisedat më të mira që kemi nuk është brenda shtëpisë, por është duke ecur bashk. Po. Një gjë tjetër që mund të jetë shumë sfiduese nëse keni fëmijë të vegjël sidomos, është një date, një takim javor. Një kohë që mund të dalim vetëm ne së bashku, jo për punë, jo të flasim për përgjegjësitë, por të shijojmë jetën së bashku, të flasim për marrëdhënien tonë, për jetën së bashku me njëri tjetrin. Ishim shumë e kemi bërë gjithmonë për para që u martuam, apo jo? kemi qenë të strikt me këto gjë, kurse pastaj kur kanë ardhur fëmijët, puna shtuar, do shta jemi bërë qik me të mbel, por është shumë mirë të lëni një takim me njëri tjetrin. Edhe do shta gjysha është gati për të jetë babysitter ato natë, kush e di? Ose gjej di këtë tjetër. Shfrytëzoje. Një tjetër moment kyç është në mbrëmje kur fëmijët flen gjumë. Ne kemi krijuar një traditë që idealisht ne të dy shkonim me fëmijët, i vendosim në krevat, lexonim së bashku, lutheshim së bashku, dëgjonim pak nga ata, edhe tham natën e mirë me një puthje, me një përqafim. Kjo ishte diçka që fëmijët e vlerësonin shumë, por edhe na bashkonin me njëri tjetrin. Nuk kërkoj shumë kohë, por ishte një kohë që ne të gjithë kujtojmë me shumë nostalgji, me shumë zemër. Po, edhe në fakt, ne kemi vendosur kohën që fëmijët të flenë. Nuk ishte fëmijët që kanë vendosur kur do flenë, sepse ne kemi vlerësuar ato kohë që edhe neve kishim pas që fëmijët ishin në krevat. Edhe kur fëmijët u rritën, ndonjëherë kanë thënë, ato përqafimet, mami, më shumë janë për ty, do shta nuk janë aq të rëndësishme për mua. Edhe unë e kam thënë një herë, shikoni që se nuk doni me përqafime, e lejmë ato përqafime. Jo, mami e duam edhe përqafime, që është një kohë shumë e çmuar. Një gjë
fundit, një moment kyç mund të jetë edhe një ditë familjare. Rregullisht të dalim së bashku, edhe jo vetëm për shëtitje, por ndoshta një piknik ose një akullore, diçka më të veçantë. Por ne do të dalim të bëjmë diçka, të krijojmë një kujtim së bashku, siç themi në anglisht, create a memory. Po, është shumë e rëndësishme, edhe është e bukur. Edhe ndoshta tani duket si, po a keni punë juve? Po, kemi punë, por edhe është ajo koha që nuk jemi në punë, që kemi sfrytësuar edhe kemi vendosur në kalendar që do bëjmë këto gjërat, sepse realitetin është që nëse ne nuk e planifikojmë, nuk ka për të dodor. Sepse ashtu jemi. E vërtet. Kemi me dëshirë të madh të shkojmë këtu, të bëjmë atje, por nëse nuk e saktojmë kohën, nuk ka për të dodor. Edhe ashtu është, mendoj që është një përgjegjësi që neve kemi të vendosim edhe gjërat. Nuk është gjë e keqe të planifikojmë çik jetën. Edhe balanca nuk ndodh automatikisht. Kështu nëse nuk e planifikojmë gjëra, është martesa dhe familja që humbet. Nëse jemi gjithmonë fleksibël, atëherë vrulli i jetës do të na konsumojmë. Po, një gjë që përmenda edhe herën e kaluar është ajo joja jon, që është sfiduese donjëherë të themi jo të tjerëve, por unë mendoj që është lejuar. Është shumë e lejuar të themi jo donjëherë, sepse nevojë do ketë gjithmonë. Është ajo që është shkruar edhe në Bibël, që të varfrit do keni gjithmonë me juve, por familjen, fëmijët nuk do kemi gjithmonë me neve, sepse po rriten edhe po na ikin, edhe unë them, vlen ndonjëherë që themi një jo jashtë shtëpisë, që të themi një po brenda shtëpisë, të vlerësojmë familjen tonë, të krijojmë ato kohën që ne do kemi kohë së bashku. Ne kemi të gjuar disa herë në familjen tonë që fëmijët ka thënë, mami, sa mirë është që ju jeni duke ndihmuar familjet e tjerë. Po neve, a jemi familje? Me ka goditur qik në semër, sepse me vërtet, unë nuk doja që fëmijët e mi të rriten si gjithë të tjerët janë më të rëndësishme, si ishin ata. Sepse ata në kanë besuar Perëndia, edhe dëshira ime ishte edhe është akoma që ata gjithmonë të dijen që janë të vlerësuar në sytë tanë. Ka mësuar diçka shpejt që kur pyeta njeri ku ke qenë, ata thanë kam punë, por nuk dhanë një shpjegim. Kam punë, prandaj, sisha. Edhe ne përdorim këtë, kam punë, nuk mund të vi, nuk mund të shkoj atje, nuk kam mundësi. Edhe puna mund të jetë një date, një kohë me juridën, mund të jetë një kohë me fëmijët, mund të jetë diçka si familja, por ne përdorim këtë kam punë që të mbrojmë familjen edhe të mbrojmë ato momentet kyç që kemi në ditën tonë ose në jetën tonë. Shumë mirë. Një gjë tjetër, ndoshta duke ndarë këto gjëra me juve, ndoshta ndihesh fajtor, ndoshta ndihesh keq, nuk i kam jetën e balancuar dhe jeta ime është rumuj. Por kemi stinet ose sezonet të ndryshme në jetë. Kështu shikoje ku je në sezonin e jetës, edhe rregulloje brenda asaj realitetin. Kështu mund të jesh në sezonin me fëmijë të vegjël, edhe siç thamë më parë, është një sezon me vrull, me shumë punë, me shumë lodhje. Edhe duket sikur nuk kam kohë për juridën, por edhe për shumë gjëra të tjera. Por është një kohë, nuk është për gjithmonë. Po, edhe realitetin është që zakonisht fëmijët vinë në jetë kur jemi sapo martuar, kur sapo jemi duke, ndoshta jemi akoma duke njohur njëri tjetrin. Po, edhe duke krijuar edhe karrierin, që me duket si të gjithë bashkohet me vërtet me një vrull. Po prap të mendojmë, mirë, jeta është e sën, por çfarë janë ato 5 minuta që unë mund të përkushtoj? Po. Edhe kërko Zotin për ndihmë, dhe për hir, edhe për energji, edhe për ata që të duhet për të vlerësuar familjen. Një gjë tjetër, një sezon tjetër mund të jetë sezoni i ndërtimit të karrierës, edhe kjo mund të jetë shumë kërkuese, edhe me orë të zgjatura në punë ose gjëra të tilla. Por prap është çështje e komunikimit mes njëri tjetrit. Çfarë është vlera jon, çfarë është qëllimi ynë, edhe si do të arrijmë atë së bashku.
puna është mirë, është e rëndësishme, por duhet të kuptojmë sezonin që jemi. Mund të jetë edhe sezoni i krizave, mund të kalojmë një krizë, edhe gjithë planet, gjithë orarin që kemi, vlerat që kemi për momentin, duket sikur janë shtuken. Po. Si do të gjejmë një balancë në atë kohë, është shumë e rëndësishme të flasim së bashku, të lutemi, të kërkojmë urtësi nga Zoti, si do të mbajmë këtë balancë. Po, edhe shpresojmë që është vetëm një sezon, të mos bëhet stil jete, që ne jetojmë në një krizë të vazhdueshme, sepse asnjë nga neve nuk mund të përbalojmë një jetë vetëm me kriza. To është do njerë mund të shmangin krisat në që ose planifikojnë pak. Apo jo? Po. Se pak është një gjë që ne kemi mësuar. Një gjë që dua të them është që martesa nuk është një projekt anësore. Ja, u martova edhe tani s'kagje. Jam e martuar. Por martesa do investimin e vet, do kohën e vet, do bashkëpunim, do biseda, edhe ka nevojë për vëmendjen tonë. Edhe tek Efesianët 5, e përshkruan martesën si një marrëdhënie beslidhje, jo një projekt ose një marrëveshje praktike. Po. Kështu, kur ne organizojmë jetën, duhet të kuptojmë këtë gjë që unë kam një beslidhje me Juriden, çfarë do të thot për jetën time dhe për jetën tonë së bashku, për prioritetet tona, për planet tona. Ne duhet të planifikojmë me këtë kuptim që ne jemi në një beslidhje. Po, në fakt është, nëse ne mendojmë, marrëdhënia jonë është ajo gjë që ban çdo gjë tjetër. Është marrëdhënia me njëri tjetrin që ban familjen tonë, që na ndihmon edhe kur shkojmë në punë. Në çdo gjë që vlen të investosh në martesën, dhe ato marrëdhënien që kemi. Shumë një pyetje përsëri, diagnostike. Pyet veten sinqerisht. Nëse paga ime rritet, por afërsia në martesë zvogëlohet, apo fitojmë realisht? Këtu prap duhet të themi tek vlerat tona. Dhe flasim bashk. Çfarë është më e rëndësishme për ne? Çfarë është më e rëndësishme për Zotin për ne? Edhe si mund të mbrojmë martesën tonë? Po, duket si themi që puna është keq. Jo, puna nuk është keq. Puna është nder. Puna dhe familjes nuk janë armiq me njëri tjetrin, por duhet të gjejmë ato balancin, si të jetojmë me të dy gjërat, sepse na duhet të fitojmë lek për të japim për familjen, të sigurojmë për familjen. Normal? Po. Kjo është një pjesë e jetës tonë, por qëllimi nuk është vetëm që të kemi një jetë të suksesshme në punë. Qëllimi është që gjatë kohës që jemi duke punuar të investojmë edhe tek familja jonë, sepse kjo është qëllimi që jemi duke punuar. Doni jemi duke shumë e çuditshme, jemi duke punuar kaq fort për të siguruar çdo gjë. Por doni ja them, a janë të rëndësishme të gjitha ato gjërat? A na duhet të gjitha ato gjërat? Do shta prap ty të kthehemi çik tek ato vlerat, të mendojmë, a më duhet 2 punë për të siguruar? Do shta do njerë të ulemi qik të bisedojmë, çfarë me vërtet janë ato gjërat që na duhet? Çfarë janë ato gjërat që patjetër të pagojmë qiran, por do shta nuk me duhet celularin me fundit. Edhe kur e blej me këste edhe me keq është. Që do flasim shumë një herë tjetër për finansat, por unë si Jurida mendoj që është shumë e rëndësishme që të kemi të ndihmoj balancën midis punës dhe familjes, do shta na duhet edhe një buxhet të dim me realitet çfarë na duhet, edhe sa kemi dhe çfarë nuk kemi. Po. Na duhet shumë urtësi. Zoti është me ty, Zoti është me ne, ai krijoi familjen, ai është për ne. Kështu kërkoj urtësi nga Zoti, kërkoj ndihmë nga Zoti, flisni së bashku për këto gjëra. Në mbyllje, duam të themi që edhe
ndoshta suksesi më i madh nuk është ajo që arrim jashtë shtëpisë, por është atmosfera që ne krijojmë në shtëpi. Dashuria, vizioni, jetën me njëri tjetrin edhe me Zotin. Kjo është diçka që Zoti do të thotë çfarë bëre me familjen tënde. Po. Se në punë jemi të zvendësueshëm, por në familje nuk ka tjetër që mund të na zvendësoj. Sepse kjo është shumë e vërtet. Në fund e ditës, puna është pjesë e jetës. Apo jo, nuk shmangemi dot, do punojmë. Kjo është e shkruar. Por Zoti dhe familja janë të çmuar. Po. Nuk duam t'i sakrifikojmë. Po. Kështu, nëse ju ndihmon këto gjëra, ndaje me të tjerët, bëj një koment poshtë, se keni ndonjë pyetje ose koment, jemi shumë gati të lexojmë ato. Edhe bëni subscribe që të ndiqni të gjitha podcastet që ne do të nxjerrim në të ardhmen. Po. Faleminderit që keni qenë me ne sot. Edhe mezi presim që herën tjetër të bashkohemi, të flasim për gjëra të zemrës, të jetës, për familjen, për martesën. Po. Po, miropafshim. Miropafshim. Për të parë çdo episod, mjafton të bëni subscribe në YouTube, në kanalin Mishe Thua.